Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit Gjellëshanuhu qoftë mbi të gjithë ju. Shfrytëzoj nga rasti që t'u auroj muajin e bekuar të Ramazanit Sherifit, muajin e mëshirës, faljes dhe muajin e hyrjes në xhennet. Në këtë muaj të bekuar të nderuar vëllezër dhe motra të respektuara, ka disa momente të shkurtra, por shumë të vlefshme. Këto momente nuk janë të zakonta, por në këto momente para iftarit, besimtari përjeton një kënaqësi të posaçme. Kjo kënaqësi nuk është se e mbushi barkun e tij me ushqim ose e shuaj tij urinë, por këto momente janë gëzim nga se besimtari arriti të përmbushje një obligim që Zoti Gjellëshanuhu ja caktoi dhe gëzim nga se arriti të i nështrohet një urdhrit të Zotit Gjellëshanuhu. Pra, këto momente janë të vlefshme edhe të vjeshme për agjeruesin. Vlefshmëria e këtire momenteve është edhe më e madhe nga se pejgamberi alayhi selam me një hadis të tij thot: duaja e agjeruesit në iftar nuk kthehet prap. Prandaj besimtari në këto momente i shfrytëzon duke e lutur Zotin Gjellëshanuhu për t'ia plotësuar dëshirat e tija dhe për t'ia larguar brengat e kësaj dunjaje. E kush prej nesh nuk ka brenga dhe nuk ka dëshira që dëshiron që t'i realizoje në jetën e përditshme. Prandaj, ky moment është kur zemra e besimtarit është e thirrë dhe siri loton nga gëzimi që arriti ta përfundoje një ditë për hir të Allahut Gjellëshanuhu. Prandaj, Allahu i madhruar me këtë hadis, me këtë pjesë të hadisit, na hap derën e gëzimit, në hap derën e shpërblimit dhe durimit. Si silleshin të parit tonë në momentet e iftarit? Të parët tonë të nderuar motra dhe vëllezër, i lishin të gjitha punët, uleshin përpara sofrës dhe përkushtoheshin në lutjen ndaj Zotit Gjellëshanuhu. Hasan el-Basriun ki njeri i devotshëm, para iftarit i linte të gjitha obligimet, përkushtohej në lutje dhe thoshte se zemra ime në këto momente është e pastër edhe e lidhet për Zotin Gjellëshanuhu. Nëse e marrim situatën tonë të shohim disa njerëz para iftarit, këto momente i shfrytëzojnë me telefon, duke shfletuar faqe të ndryshme të telefonit, duke biseduar tema të ndryshme, respektivisht tema që nuk përkojnë me agjerimin, por duke marrë në përgojë të tjera dhe kështu me radhë, dhe omendja e tjera është në ushqimin e iftarit. Ndërsa të parët tonë, zemrën e lidhnin për Zotin Gjellëshanuhu, shpresa e tyre ishte në faljen e Allahu Gjellëshanuhu dhe preokupimi i tyre kryesor ishte në lutjet e tyre. Të nderuar besimtar, gëzimi i ditës i agjeruesit është gëzimi kur e takon Zotin e tij. Pra, çdo njeri në këtë dunja pret një takim të rëndësishëm, dikush pret takimin me mikun e tij, dikush me shokun e tij, dikush me një personalitet të rëndësishëm, por një takim është i sigurt, ai është takimi me Zotin Gjellëshanuhu. Pejgamberi alayhi selam, por besimtarët e sinqert premton se ky takim me Zotin Gjellëshanuhu do të jetë takim gëzimi. Pra dha Zoti Gjellëshanuhu që ky takim për mua dhe për ti të jetë takim ku do të gëzohen zemrat dhe shpirtrat tonë. Prandaj nderuar i besimtar, agjerimi i sinqert duhet të përmirësojë zemrën tonë, duhet të përmirësojë raportet tona me njerëzit dhe
duhet që zemra jonë gjatë agjerimit të jetë e lidhet për Zotin Gjelleshanuhu. Në këtë drejtim, nderuar i vëlla dhe motra respektuar, të mundohemi që agjerimin të ruajmë si sy të ballit, gojen, sirin dhe zemrën tonë të ruajmë nga haramet dhe gjërat të cilat Zoti Gjelleshanuhu nuk i pëlqen. E kur kështu është, atëherë ne shpresojmë që agjerimi ynë të peshojë rënd në ditën e llogaridhënies dhe mundi ynë të kthehet në shpërblimje të përjetshme. Si e përjetonin, si i shihnin këto momente selefi jonë të parët tonë? Dikush prej tyre thoshte, sikur mos ishte shpresa në takimin me Zotin Gjelleshanuhu, atëherë kjo dunja do të na rëndonte neve. E disa prej tyre, duke qajtur thoshin mall për takimin me Zotin Gjelleshanuhu, e jo frikë prej tij. Pra, kategoria e parë e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, shpresën në takimin me Zotin Gjelleshanuhu e konsideronin si lehtësim të barave të kësaj dunjaje. E kush prej ne nuk ka bara, probleme, halle dhe kështu me radhë, ndërsa shpresa në takimin me Zotin Gjelleshanuhu, të gjitha këto i bën të lehta. Allahu i madhruar në Kur'anin famëlar thot: "Men kan yarju liqa Allah fa inna ajal Allahi la'at." E kush shpreson në takimin me Zotin Gjelleshanuhu, padyshim që ky moment do të vijë. Pra, në fund të këtyre këshillave modeste, më lejoni që t'ju jap një dhurat nga Muhamedi alayhi salam. Në Sahihun e Muslimit transmetohet se Suhejb ar-Rumi thot se kur Muhamedi alayhi salatu wassalam e komentoi ajetin kuranor lilladhina ahsanul husna wa ziyade, dhe ata të cilët bëjnë mirë do të kenë më të mirën edhe më shumë se kjo, pejgamberi alayhi salatu wassalam në hijen e këtij ajeti kuranor tha që kur xhehenemlit do të përfundojnë në xhehenem e xhenetlit në xhennet, do të thirrje një thirrës: "O banorë të xhennetit, ju keni një takim me Zotin tuaj." Banorët e xhennetit, dha Zoti Gjelleshanuhu që të na bëjë nga banorët e xhennetit, do të thonë: "O ju thirrës, po a nuk na rëndoi peshoren e veprave të mira Zoti Gjelleshanuhu? A nuk na shëndriti ftirat tona, na zbardhi ftirat tona? A nuk na largoi nga xhehenemi? Çfarë gëzimi më të madh mund të përjetojmë ne se sa këta gëzime të lartë përmendura?" E thirrësi thot: "Allahu Gjelleshanuhu dëshiron ta realizojë këtë takim me ju, o banorë të xhennetit. Dhe Allahu i madhruar do të largojë perden nga madhështia e tij." Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam betohet në madhështinë e Zotit se shikim më të këndshëm dhe më të mirë për besimtarin se shikimi në ftirat e Allahu Gjelleshanuhu nuk ka përjetuar asnjëherë besimtari. Pra, lusim Zotin Gjelleshanuhu që agjerimin na pranoj, lusim Allahun Gjelleshanuhu që të na bëjë prej atyre njerëzve që i përjetojmë digëzimet, dhe dha Zoti Gjelleshanuhu që takimi jonë me Zotin Gjelleshanuhu të jetë takimi më i këndshëm dhe momentet më të lumtura për ne. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.